Ndryshe në Top Albania Radio. Përshëndetje. Zonja dhe zotri, mirë se vini në Ndryshe, që sot, unë them me Salsanon ja fasjave. Sot është me flok. E bukur. Sot në vend të Salsanos pa flok kam Edea Demalia me flok. Do thoja këtë, që gjithmonë themi ky emision është ndryshe nga gjithë emisionet e tjera ndryshe. Po ky sot mi është ndryshe i ndrysheve të ndrysheve, sepse un kam kënaqësinë ta drejtojmë, të kemi timonin e programit sot të dyja bashkë me Edean që nuk para ndodh. Apo shera parë? Hera parë në këtë pozicion, në këtë karrigën e Salsanos, jam kështu pak si shoku Kopi që zëvendçoj. Zëvendçi grave i burrave. Po ndihem mirë, më pëlqen si rol. Dhe ne të dyja sot kemi midis nesh absolutisht një nga artistët më të mirë të hip-hopit dhe jo vetëm, një emër që e kemi duar trokit që prej 2003-shit kur ka ardhur për herë të parë në Top Fest, edhe pse e kishte filluar më herët, po Top Festi i dha atë boomin për të qenë i suksesshëm, i njohur, i famshëm dhe një artist që e duam shumë. Zonja dhe zotrinj, Big Basta! Edhe unë ka marrë ndryshe këtu me flok. Po faleminderit shumë. Edhe ti bëre kështu pjesë e terapive që i bëra dhe do Kaçurels? Do i bëj prap, derisa të bëjmë se Aleksandër Gjoka. Po seriozisht po them. Ishte sukses. Do ndryshoj kështu, po patjetër. Në fakt dukesh si në 2003. Paka shumë. Kam qenë pak më ndryshe. Si ke qenë kohët e fundit, si kanë shkuar gjërat punët tua? Shëndeti, familja, çdo gjë. Shumë mirë. Por gjitha do flasim, po ju e dini që mua më pëlqen shumë me të ftuarit ta nisim herët. Atëherë kur siç të prezantova ishte viti i super suksesit i ardhjes tënde në Top Fest, do thuash ti, Elon, sa kohë kanë kaluar tani as. Jo, nuk e them fare, sa ka qenë koha më e mrekullueshme që e mbaj mend. Edhe nuk e di se çfarë pati, nuk e di se pse ndaloi, nuk e di pse stopoi e gjithë ajo. Kishte prurje të jashtëzakonshme të këngëve, të artistëve të ri. Mos harrojmë që sot me plot bindje mund ta them që i ke 80-85% të artistëve që sot po qarkullojnë dhe që janë produkti Top Festit. Ashtu është. Të vjen keq që nuk është si festival në. Më vjen keq sepse ishte gjithmonë më ka dukur vetëm festivali sinqert. I drejtë, ka qenë. Kishte shumë çmime. Ajo e bënte më të dukshme faktin që ishte pa hile. Kishte shumë çmime. Ti atëre fitove Best New Artist. Po së bashku me Sweet Company fitut edhe Best Pop Rock. Jo, Best New Artist e morëm atëre. Domethënë Sweet Company bashkë me Burn i morëm Best New Artist. Jo, shiko. Janë disa refrene që nuk është kjo që thua ti, që ka qenë koha e muzikës vërtet moderne, artistët e rinj që erdhën festival, u nderun me çmime dhe na kanë dhënë super hite. Çfarë mund të themi sot? Ka super hite sot nga këto këngë që ngelen? Nëse do të bënim një krahasim të hip-hopit, muzikës tënde 20-10 vite më parë dhe vim sot. Nuk e di. Kam përshtypjen që ka, po mos harrojmë që jemi bë gjenerat facoletash, një përdorimshë. Që gjithçka e kemi një përdorimshë, nuk mendoj që mund të kemi ndonjë këngë, mund të jetë në një tek-tuk, por si produkte të atëhershme, si Top Festi, plus edhe rolin e madh që ka pas Top Albania Radio për edhe Top Channel-i që t'i lançonte, pra kënga tu bënte hit absolutisht, domethënë veshi tu ngarkonte, tu vriste vetëm me mbi transmetimin e këngëve. Ndoshta sepse kanë qenë edhe kushtet atëherë të tilla, sepse nuk ke pas shumë forma publikimi. Dua të bëjmë kështu pak si avokati i djallit, se gjithë kemi këtë tendencën për kohën tonë që themi që ka qenë më e mirë, brezi im ka qenë më i mirë, brezi dikujt tjetër ka qenë më i mirë, po pyetja ime është, a mendon që njerëzit, unë e mendoj këtë gjë, nuk e di edhe ti në një mendje, sikur jo janë lodhur me muzikë, por dashuria që ti kisha dikur për një artist, më thënë e shikoje si diçka jo të pakapshme në sensin e keq të fjalës, po mirëfill si artist. Dhe tani na janë normalizuar këta njerëzit, e kemi mendjen më shumë tek një personazh TikToku dhe ai fiton më shumë vëmendje se sa dikush që nxjerr një produkt të ri, përpos faktit që ti nuk ke një vend të vërtet ku ti artin tënd të ri, ose më kujtua nga kjo Best New Artist, më thënë sa gjë e bukur që ti promovohesh, nis një jump start të karrierës tënde dhe ke mundësinë që si pikjat të ngrihesh nëse vërtet e ke atë talent. Absolutisht. Po, është edhe i fakt, asnjë nuk besoj që kam thënë diku atë. Ajo kënga neve na ka kushtuar 250.000 lekë të vjetra. Ua. Okay. Sweet Company dhe Big Basta 250.000 lekë të vjetra. Incizimi, mix master te Ildi Kraja dhe ka qenë, domethënë ka qenë
një shembull se si me pak ti mund të bësh diçka shumë të mirë. Po sot e kësaj dite, pse kanë një aversion ndaj artistëve, unë mendoj se artistët kanë filluar të implikohen në për shumë fusha të jetës, qoftë edhe padrejtësisht, sepse kam përshtypjen që artistët kanë filluar me bëj shumë karshillik ndaj publikut. Po të shohësh postrat e koncerteve, më duket sikur po shoh Al Capone, domethënë është ka një sjellje, ka një atitudë shumë ndryshe. Shiko, se ideja veç të tjerave është lidhur ngushtë me pjesën artistike e drejtuesit në Top Media. Ne duhet ta pyesim se kam dëgjuar që Top Fest mund të rikthehet. Atëherë nëse Top Fest count me in. Patjetër. A di diçka? Patjetër, nëse do të dija diçka do isha e para që me vuvuzela do e thoja. Nëse do ketë një lajm do kërkoj me forcë të jem unë shpallësja e këtij lajmi. Për momentin nuk jam e heshtur. Kjo pjesa do mbash radhën e dashur se po pres unë të fillojnë, domethënë të ketë sërish një Top Fest, edhe kështu me përmasat që vetëm topi dimi i organizu. Ma ky është super lajm, Elona. Seriozisht, kjo do ishte super lajm. Rikthimi Top Festit do ishte super lajm. Diçka kam dëgjuar, po se di sa e vërtetë është, jemi sinqert. Apo do jetë në trajtën e Top Awards siç mori kohët e fundit. Domethënë atëherë. Diçka kam dëgjuar, po nuk kam më shumë informacion se kaq. Në çfarë lloj trajte të jetë, do jetë i drejtë. Edhe do jap mundësinë shumë artistëve të promovojnë veten e tyre. Madje ti duhet ta mbash mirë mend që në kohën që organizoi Top Fest brenda në sallë, un kam qenë duke prezantuar koncertin e rock. Ka qenë një koncert që i paraprinte finales së Top Fest, tapeti kuq, pastaj koncerti edhe ju bëheshit gati për në skenë dhe aty ke performuar me Renisin, me po. Top Fest 2. Top Fest 2 pra. Që shive që kam pas bu, koncert mërna koncertit, festival mërna festivalit. Qënë super. Tapet kuq, pastaj dalonim ke një skenë për koncertin pop rock, këngët më të transmetuar edhe më të pëlqyera dhe pastaj bëheshin gati për finale. Dhe çdo gjë ishte një zinxhir shumë, ishte një maraton e gjatë që artistët i kishim kështu siç thot Geri, të gjithkohon para syve e dëgjonim, dilin nga të katra anët. Ishim kudo me ne, na shoqëronin. Të rralla janë momentet që mërzitem që jam e 98-s, ky është një prej tyre. Pas kam qenë shumë jam e vogël për këtë faqe. Ja dedikojmë këtij gjithmonë fillimit të programit pjesës nostalgjike, pa duhet jemi gjithmonë kaq nostalgjik. Jo, sepse tani janë ato pros and cons, tani këto ishin pro e atyre të kohëve të vjetra. Pastaj joja e atyre kohëve të vjetra është cilësia e këngëve që ishin 250.000 lekë. Okej, 250.000 lekë. Edhe kur e dëgjon po prap. Shiko, mund të jetë 250.000 lekë me shumë dashuri brenda ose 10 milion lekë me një shkarje kështu, hajde se ta mbarojmë të këngën, kështu që ka diferencë, ajo është përbërësi sekret në çdo fakt. Çmimet e koncerteve, atëherë honoraret që merren nëpër koncerte ishin facolet prap. Sot janë shumë më mirë. Është titulli. Unë bëj dhe titullit e YouTube-it, do ta vish artistët facolet. Big Basta. Sot i ka fjalën. Sot i ke çmimet i ke në mënyrë të jashtëzakonshme, mund të rregullojnë shumë mirë jetën e gjithkujt nëse kanë konstant koncerte. Pastaj çka ke tjetër? Videot janë shumë më mirë sot e kësaj dite, ka evoluar, muzika ka evoluar, muzika shqiptare. Po në tekste edhe si produksion nëse do bëj, do ishte diçka jashtëzakonisht shumë herë më madhështore patjetër. Do të vazhdojmë të flasim për madhështinë e muzikës, se kemi një artist shumë të mirë në studio vetëm pas publicitetit. Po kthehemi në Audis. Rrim këtu. Të thrasin njerëzit Big Basta apo Geri, si e kota e fundit? Big Basta, Geri. Ka dhe ca kështu kur marrin bankat ose këto Gerald, përshëndetje. Gerald flasë zotrin Gerald Xhari, po ju keni. No, për këtë emër ja di për faleminderit mamit edhe babit që ma kanë vënë se më kanë sinqerisht më kanë nderuar aty ku kam jetuar. Emër shumë bukur e ke Geri. Se mund ta kisha edhe Ylvia, ku dëgjon çfarë. Aty ku ke jetuar në Zelandë e Re për sa vite? 6. Ka marr malli? Aty i thon Gerald. Hi Gerald. Ka marr malli? Po, mbase, nuk e di. Nuk e kam një përgjigje konkrete për këtë. Se shpesh më merr malli, po a di kur më merr malli vetëm kur vere defekte këtu. Thua sa mirë isha. I bie që të bëhen pastaj se shumica. Po. Çfarë është një defekt këtu që se ka përdin dot? Sa herë shef të velanit? Tani me thon trafiku, nuk e them se edhe aty kishte trafik.
Po, kishte trafik në Zeland të Re? Absolutisht po. Ka njerëz në Zeland. Po, ka. Ka njerëz ka dhe trafik, ha? Po nuk I din Boris ata, janë pak më ndryshe. Kjo se është ajo që po diskutonim edhe çpari. Nuk e di se si mund ta emërtojun kët. Janë keq, e fshehin që janë keq. E fshehin mundësinë që duan ndihmë, qoftë psikologjike, qoftë ngrohtësi, qoftë edhe vetëm kur arrin edhe shpërthejnë pastaj këtu kot çuditërisht, pa të kërkuar si gjë, pa edhe e kanë kundër teje. Edhe e kanë kundër masës, kundër realitetit. Nuk e di, duhet të jemi më të sinqert kanë përshtypjen. Ti e thua këtë në jetën e përditshme apo kjo të ndodh edhe në punën tënde në profesion? Në jetën e përditshme, në punë kudo. Njerëzit kanë shqiptarët kanë predispozicion, kanë fasadë. Nuk kanë faj se kanë ku të marrin shembull. Kështu që njerëzit kanë fasadë, janë të frustruar në ndjenjat e tyre, nuk I thon dot 100% ndjenjat e tyre siç janë. Të paktën ta nxjerrësh nga shpirti. Si është ajo? Po të shkruash problemin ose po ta thuash problemin e ke zgjidhur gjysmën e problemit. Kështu që këtë nuk e kemi. Dhe pastaj çam shqetësoj tjetër është histeria kolektive. Histeria kolektive është që shkojmë jashtë, zbatojmë gjitha rregullat 1-1, kthehemi këtu. Futemi rreth rrotullim, sigurisht ka baba. I gjujmë plerat në rrugë, edhe kjo më shqetëson. E ke menduar ndonjëherë nëse ti nuk do të quhesh e Big Basta, si do të quhesh e ndryshe, me që tha emri më pëlqen, po edhe këtë nickname e kam zgjedh në rini edhe si mund quhesh e ndryshe? Po e kam pasur përpara, pa ta dalë në Top Fest 4 me Bastard de Oriada. Nuk e mbakemi mend të Bastardit. Nuk na pëlqen ta mbaj mend. Po ka qenë bukur ama. Mund ka pëlqyer emri atëherë, po normalisht ma bën pak si. Shiko, me këtë qasjen altruiste që ke, nuk të shkon Bastard për emër tani. Po them si emër, po mund të kishte shkuar ndryshe. Rruga. Mund të isha bërë Bastard në vërtet. Jo. Bëra me djalë familjare gjitha. Po të mos ishe rapper, çfarë do ishe bë? Unë edhe rapper që jam është se kam qef që të flas shumë në tekst, kam qef që të shkruaj shumë. Po unë playlistën time unë kam të gjitha rrymave, dëgjoj rock, kam shumë qef Motley Crue për shembull, kam shumë qef në Nirvana, rockun. Pastaj kam qef dance music, më pëlqen shumë, house music më pëlqen shumë. Muzika e lehtë më pëlqen shumë, muzika shqiptare e lehtë. Cila ka më shumë rëndësi, muzika apo teksti? Ka rëndësi teksti, por edhe ato notat që të prekin shpirtin, do më mendoj që nëse shkojnë, nëse ndërthuren bukur me njëra tjetrën, atëherë formula është e zgjidhur. A ke ndonjë këngë ti që me sinqeritet do thoja unë këtë këngën tani që e mendoj se do e kisha publiku? Këngët e vjetra. Për shkaku I cilësisë. Shkaku I cilësisë ndoshta. Po edhe ndoshta shkaku I bot kuptimit, në mënyrën se si shkruaj atëherë, mund të kem qenë më e kuptoja botën pak më ndryshe. E ndoshta sot e gjykoj pak më ndryshe dhe nuk më pëlqen ta dëgjoj atë të vjetër. A je ti reperi që tekstet e tuaj ke me sharje të gjitha? Jo domosdoshmërisht gjitha. Edhe kur kam pas një sharje me vend, jo në çdo pjesë. Ke një këngë dashurie pa sharje? Kam, sa dush. Ke, Kam. Këngë të dashurisë kam pa sharje. Normal. Këngë të dashurisë kam pa sharje. Po, gjithashtu nga ana tjetër, Big, para se kalojmë tek pjesa e dytë e programit që kemi nga më pyetje më kështu, pyetje pa niveli do Salsano, po ato janë më të bukura ose pyetjet që kanë të bëjnë me jetën private. Po, desha me të pyet, veç të tjerave ti njihesh edhe për shumë bashkëpunime, duke filluar jo vetëm me Vesën që keni duete shumë të bukura bashk, covera të bukur bashk, po edhe me artistë të tjerë. Samantha Karavellën, Encën, në para pak vitesh në festivalin e fund vitit, kënga jote e kënduar nga që na përfaqësoi në Eurovision. Me Linda Alimin. Me Linda Alimin që ka qenë top tekstin, po Linda po. Wow, që thoya gjithmonë ti je Ivana Sens shqiptare. Ku janë këto bashkëpunime? Pse ti nuk je më kaq prezent kështu të publikosh, të prodhosh ajo që folëm pak gjatë reklamave, ti je më aktiv? Po, shiko, unë prodhoj gjatë gjithë kohës, por kohët e fundit kam prodhu edhe shumë për tjerët, po kam qenë shumë në hije. Pra, le të themi, ja kam dhënë Elonës, që Elona t'ja japi, le të themi, një këngëtar I X, sepse më pëlqen më shumë.
Pra, ti më jep mua një këngë që unë t'ja jap Edeas dhe Edea të mos thotë që e ke bërë ti. Po. Pra shkrimtar fantazëm. Më pëlqen shumë. Vërtet. Më pëlqen shumë. Pak njerëz do thonin që e preferojnë Më pëlqen jashtëmase shumë. E urreja të faktin s'ma ke shkruajt emrin, s'ma përmend emrin, nuk më the herë. Po, ky është bashkëbisedim që bëhet shumë në botën e përditshëm, në botën e muzikës. E kupton saktësisht që këtë që po them. Pra, kjo do vinte nëse nuk do isha rahat në lëkurën tënde. Jo në lëkurën time, po nëse nuk do isha rahat në jetën time të përditshme me përfitimet e mia me këto. Më mirë, po nga ana tjetër të realizosh një këngë të bukur, edhe të marrë gjithë merita dikush tjetër, ndërkohë që fshihesh ti dhe kjo s'm duket e drejtë. Po s'merr meritat asnjë. Unë nuk dua të më thush 10 herë emrin që e ka bëu Elona ose Jo, po këtu nuk i merr meritat producenti, këtu vetëm artisti i merr gjitha meritat. Tu s'ka më, nuk ke dëgjuar një të ka ngel fiksim në këngë e ke thonë kush e ka bë? Pse luftojnë pra për përmendjen e emrit, meqense s'ka rëndësi. Pse e duan me kaq ngul? Përfaqësor pra thot Bigu, unë dua të bëj aty pra. Gjithmonë ja duk si përfaqësore. Kam fitu festival ose kam fitu kam fitu për klipin më të mirë një herë e një kohë në të gjitha komponentet. Më prishi festën producenti i këngës. Harrova më përmend, isha në qefin tim. Me vërtetë. Harrova me përmend. Jo po ç'a bë ti si më përmend ti mua se harrova me përmend. Kështu që e kisha si qëllim në ndërdije, nuk mund të them që kisha qëllim parsor do luftoj që mos përmenden më emrat, por në ndërdije kisha si qëllim që duhet bëj një diçka në lidhje me këtë pjesën, sepse drejta autorit nuk po merr, ta harrosh herë. Nuk është në Shqipëria, s'ka për të qenë kurrë, edhe nga krau tjetër ti thjesht vetëm për me ta përmend emrin tjetri, ç'a sensi ka. Kështu që më mirë ndihmo muzikën, bëje për misionin, për mua hip-hopi është mision. E kuptoj. Okej, prandaj e thash edhe që unë dëgjoj këngë tjera, dëgjoj edhe rryma tjera, dëgjoj shumë, por duhet shprehem në hip-hop, sepse kam duhet flas. Mirë, këtë pjesë pas ke zgjidh, që ti realizon një këngë të bukur, kthehet super hiti, nuk do që të përmendesh, edhe ke gjithë të modestinë tënde prej artisti që ashtu e mendon ti dhe ashtu e zbaton. Po me dalë në skenë, ku je Çoko dhe Kakao, ku është Randa Libova, ku është Vesa, ku është Samantha, ku është Enca, ku janë Lyrical Son, sa shumë numëron ti që prej 2002-2003 kur të kemi njohur. Si do dalë në skenë? Në çfarë sensi? Dalë në për koncerte, në për gjëra? Po pra, kesh bashkëpunime, kesh duke prodhuar një këngë për veten tënde, duke realizuar një këngë për veten tënde. Qoftë me bashkëpunim, qoftë vetëm. Po, unë vetëm këtë vit, unë biles kam qenë shumë aktiv edhe në Top Awards, unë vetëm këtë vit që po lem pas kam prodhu sa i bën 4 plus këngë të reja. Edhe që kam qenë shumë mirë edhe në Top Awards, sepse në një periudhë nuk kam qenë fare ndjeni. Që me thënë drejtë për atë të kemi ftuar. Po jam unë aty, jam prezent, po jo. Flasëm, po ty në skena, koncertesh, festivalesh, këngë, se di, më shumë. Po bëjmë se duket sikur po të kërkoj llogari, po në kuptimin e kemi dëshirë me të pas, si shumë vite më parë që ishte. Po mua m'pëlqen kjo, un kam ngel akoma me atë shihen e mirë për shkak të një hap përpara që e bën një këngë, edhe Çoko dhe Kakao ka qenë e bukur. Edhe pse un s'kam realizuar gjatë vetëm tekstin, pjesën time dhe rrepturën. Po 2008, tani ka qenë ato kanë qenë këngë që sidomos Çoko dhe Kakao sot kësaj dite fal TikTokut është rikthy prap. Kur e këndova në koncert, kur ishim në Ver, në Korçë, gjithë turma mori kot me Çoko dhe Kakao. Unë e di përmendosh. Edhe fjalë për fjalë. Edhe kënga me Çilietën. Se më duhesh dhe ti për Riz. Çoko dhe Kakao, es meravillao. Çoko. Ekspresive. Po e luaj? Asa bukur. Portugalisht. E di çfarë? E luaj me këtë këngë tani dhe kthehemi pas reklamave. Jemi dhe në digital, na ke pa? Jo, vetëm që ju kam pa, po tani po i shohin edhe prindërit e mi, 100%. I përshëndesim shumë edhe mbi gjitha i them keni një nipçe te kemi këtu në studio Liamin që tha, po dhe mund të ju pastaj, po të shohim. Është shumë i mirë, shumë fëmijë mirë. Para se të vazhdojmë bisedën, një falënderim shkon për Max Optikën si një nga mbështetësit kryesorë të këtij programi. Ju them se ka 50% ulje në syzet optike, vizita është falas, por gjithashtu edhe në koleksionin e ri 2025-2026 gjeni markat më të mira, brendet më të mira të syzeve, mjafton të shkoni në një nga dyqanet e Max Optika që jam i sigurt aty ku jetonin Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, ka kudo dhe të përfitoni uljet, cilësinë, gjithashtu edhe vizitën okulistike me profesionist. Kthehemi.
Kisha një pyetje që më erdhi nga më përpara për Big Bastën, se më thej që ke qenë dhe je shkrimtar fantazëm, pra bën tekstet për të tjerët. Ke bërë ndonjëherë një tekst për dikë tjetër për klikime nga këto tekstet apo nga që s'është e ke bërë? Po, saktë. Po kam realizuar kështu produksion audio nga këto që ka bën namin nëpër meme, edhe që asnjë se di që jam unë, po mund ta them edhe këtu. Po ta këndoj është pak me fjalë pista, edhe ka dalë. I bëj me bibipe ato pastaj në kur ti hedhim neve në Reels, se do shkarkullojmë këtë intervista gjithë. Sekond, pse do t'ja jap kështu, jap si. Edhe ta kishim përgatitur me motor, sa bëhet gati Big Basta. Dua që them të dashur dëgjues që në këtë studio po lind edhe një bashkëpunim muzikor. Ndoshta flasin të dy bashkë ideja me je gati? Për atë me pip. No, nuk do ta këndoj atë me pip, po vetëm jam shumë i sigurt që shumica e dinë, edhe sidomos edhe ju e dini. Është ajo kënga Zilja Zilja tringëllojnë. Okej, keni parasysh këtë këngë? Jo, filloj edhe një herë. E keni parasysh këngën e vitit 3, Zilja Tring? Që është me një tekst tjetër. Është me një tekst me shame. Po, me të cilin. Po bravo. Atë këngën e kam këndu unë. Okej, bashkë me Gysin, me Gys Bamçin. Yes. Gysi, kush është Gysi? Gysi ka qenë finale të Big Brotherit. Në Big Brother me Nedën. Në Big Brother me Nedën. Në Big Brother 3-4. Në whatever, por ka qenë finale. Në Big Brother me njerëz të thjeshtë aso kohë. Yes. U zbuluan njerëzit që po shanin njerëzit që ishin në slit. Zemra ky këndon atë këngë. Nuk po shanin fare asnjërin, vetëm me bombë. Ishte thjesht, okay. Edhe na pëlqeu aq shumë sa që than ta nxjerrim. Okay. Dhe ajo mori një bujt jashtëzakonshme. Si është vetëm. Jo. Po vrapojnë doja unë dhe pastaj po dëgjojmë se po vrapojnë me gjithë atë shpejtësi. Po turp ske. Jo, mos kam zbar turp, pse të kem turp? Turp është me pas turp. Po mirë, tani nga kjo gjë s'ke fitu 250.000 lekë. Po fare më s'kam fitu as i gjo nuk kam fitu, po që ta kam fjalën që aq të lezetshëm janë. Është ikonike edhe brezi tim edhe brezave më pas. Po se do e thoj edhe këtë Big Bass. Edhe pse kisha shokun kështu, të kaq të shefët, nuk e kisha. Kujt do t'ja merrte mendja, që ishte vet Big Bass ta pas. Me qëra fjala, veç të tjera, vetë nisi edhe një podcast tëndit. Po. Ç'a bëhet tani? Rap shtet. Ç'a bëhet? Them që du ta filloj prap, ajo ishte kështu si projekt pilot. Po. Them ta filloj prap, edhe pse ka rapera të ri, sepse ideja ishte që të promovonim artistët e ri, sidomos fushës si popit, po s'ka dhe shumë. E kuptoj. Nuk e dia jeni në të njëjtin mendim juve, po. Që s'ka as shumë rapera të ri. Ka vetëm këto emrat e njohur të ndej që njohim ne. Po. Çuditërisht. Ose ka i vjet turp, edhe si vetë. Po ti do bëje një bashkëpunim me një rapper të ri? Po gjithmonë kam bë. Gjithmonë kam bë. Pse jo për të dhënë dorë, po pse jo edhe për eksperiencën, pse patjetër. Dhe ndërkohë thuaj që podcastin do ta rikthesh. Kam përshtypjen që po. Mirë, kalojmë çik tek personalja. Te personalja. O Big, gjithë ato fjalë qarkulluan. Big Basta dhe Vesa Luma janë da. Nuk po shkon mirë. Kanë disa kohë që nuk janë pa bashk. Sa të vërteta dhe sa të gënjeshtra janë këto zëra? Po, përderisa unë me Vesën jam akoma bashk, do të thotë që ato ishin gënjeshtra, por jam përballur edhe më përpara, edhe kur i ka atëherë në Zeland dolën sikur unë dam, shkojmë larg nga njëri tjetri. Nuk e di, është kjo se edhe gazetarët vinë nga, domethënë shqiptar janë edhe ato, vinë nga komuniteti, nga gjendja sociale, është kanë qejf të çik divorci, çik synetlliki, çik dasëm, do të them drejtën, ëh. Po të dëmtojnë këto fjalë? Personalisht jo, sepse shkova aty ku duhet shkoja dhe s'dëgjova asnjë nga këto fjalët, por doli 2 javë përpara se të nisja dhe aventurën dhe kemi qesh, kemi pa lajmet me Vesën e kemi qesh. Pra nuk është e vërtet nga gjitha fjalët që kanë qarkulluar në rrjetë edhe në portale dhe kudo. Zero. Nuk e di pse. Marrëdhënia juaj është e shëndetshme, edhe nuk e di pse tani Stefan pak flasë kam dhe Liamin këtu. Jo, fol se edhe ai. Edhe djali i ka dëgjuar këto zëra? Po, fatkeqësisht në shkollë me sa mora vesh, kishte dëgjuar, po ai është si puna jonë, është cool, fresk, shumë cool. Shumë cool. Shumë cool, nuk i intereson fare. Liam, a do vish pak këtu?
Eja. Hajde bro, hajde. Pa e përgatitur fare, Liam është me ne në studio. A pesë herë kështu direkt, hajde. Ideja, po mendoj për një emision me fëmijët. Duhet ta bëjmë një emision me fëmijë. Një podcast me fëmijë do ishte shumë bukur. Liam, haj. Si e? Jepi dorën për shkak. Liam ja bitë thotë tim ka thënë 10 herë si e deri tani. A është kjo hera jote e parë në një studio radioje? Duket? A të pëlqen ty të merresh me televizion, me radio, me muzikë si prindrit, me art? Një çik. Pëlqejnë më shumë këngët e mamit apo të babit? Ja, këtë pyetje. Të dy? Po. Kush është kënga e preferuar e babit? Tirana. Si është kjo kënga më kam harruar? Si është kjo? Qyteti merr flak 20. Jena 1 milion dhe shtoj çdo ditë. Ja. Po ti ndërkohë ke artist preferuar, mos më thuaj si çuni im ato Soda Pop, çan ato. Jo. Është Eminem. You're my friend. Unë I them Eminem, ai thot Soda Pop. Tash do t'i tregoj këtë intervistë që shiko. Ka djalë 9 vjeç që pëlqen Eminem. Po tani më thuaj pak se ne kemi qef të bëjmë këto biseda Tirana apo Zelanda Re apo Prishtina, ku po të pëlqen ty më shumë ti me shku me net me vizitu? Zelanda Re. Zelanda Re. Trattar. Do të shkosh prapë atje? Po. Se çka kishte atje më mirë se këtu? Ka gjelbrim, ka kafsh, ka çdo gjë që disa gjë që s'ka këtu edhe janë shumë të mira. Po këtu çfarë gjërash vlerëson ti më shumë për shembull? Kisha thënë kështu parkët që në këne si për shembull liçeni ose gjërat ashtu. Edhe gjyshërit, kushurinë, teze, xhaja, halla ke ti? Po kam. Po është shumë bukur ti jesh mes familjes apo jo? Po. Tashi, ty të pëlqejnë më shumë gatimet e nonës në Prishtinë apo nonës në Tiranë? Të dy. Ama tashi, çfarë pëlqen atje më shumë dhe çfarë pëlqen këtu më shumë? Atje më shumë Kisha Ja, apo jo, kisha thënë pite fli. Fli po. Edhe këtu petulla. Po ti nonën e ke Tiranë se s'pëlqen çik furgesa ty ta hash kështu ta. Ja, s'm pëlqen shumë. Po. Se mësu çunin ti me furgesë Tiranë. Nuk e di edhe ne jemi. Po sa I papa më tha për parkun këtu te liçeni, është I papa. Babi del kundra çdo sistemi këtu çunin e kom për me rregullu. Ky më rregullo ato pikat. Ej, kush ka më shumë fansa? Çfarë thonë ke shkolla? Mami apo babi? Se di. Mame. Po të dy po ti më çon. Unë çoj në shkollë, fakt unë çoj në shkollë, kështu që njësoj kemi fansa. Këndojnë shumë në për shtëpi? Jo dhe aq. Ha? Të mori malli ti kur ishte babi brenda një reality show? Jo shumë. Si more jo shumë? Apo nga që e shije në televizor? Okej, Liam. Qa ke qef ti, Liam, të bëhesh kur të rritesh kështu artisti, prindërit, apo ke, ku diun të pëlqen shkenca, matematika, do të bëhesh astronaut, s'di? Se di, hala po mendoj. Po mendon, akoma se ke vendos? Po. Ku je më I mirë me mësime? Qa lëndësh? Se di, matematik. Matematik? Po. Bravo. Tani ne kemi publicitet, si do e thuash? Kemi publicitet, kthehemi pas pak. Thuaj. Mund ta thuash edhe në anglisht. Kemi publicitet, do kthehemi pas pak. Kënga më e re me Beniton, Yes. që për pak e ngatrova me DJ Benito, dhe quhet Dubai. Pse? Si? Dhe është në vendin e 31-2 në Top Awards. Po, ka qenë edhe më lart. Është shumë mund të them që është e para funk brazilero që është kemi prodhuar. Si muzika është e Triniumit, producentit, ati që ka bëhet dhe Tim Kebraktis edhe këngët që dëgjojmë përpara. Shumë e bukur, është I dyti bashkëpunim me Benito, I pari ka qenë Guantanamo. E tani që po mendoj, e para ka qenë Guantanamo, emër qytetit tani Dubai. Dubai, e pra? Pa parë fare. Po pse Dubai apo ku dëgjon shkon te Rima? Shkon te Rima. Këtu rike Rima. Ja, me idea se kemi përgatit një lojë. Uroj shumë simpatike me Big Bastën. Thuaje me rim, kështu e kemi quajtur. Thuaje me rim. Dhe e nisun e para. Big Basta, kur grindesh me vesën, kush dorëzohet I pari? Përgjigja duhet jetë me rim.
Në marrëdhënien që kemi ne, Vesa ka gjithmonë drejt. Unë dorëzohem i pari se ajo I do gjona shpejt e shpejt. Çfarë I thua vetes para se dalësh në skenë? Thuaj emërim. I sekond e kam. O budall ç'a deshe këtu? Mund të kishe nejt në shtëpi. Po të pëlqejnë lekët, vetëm hapi edhe rri. Futa. Vazhdo ideja. Mirë, thuaj emërim, çfarë do I thoje dikujt që ndoshta ka bërë një koment të shëmtuar online, çfarë të shkon ndërmend diçka për t'ia bërë atë komentin si përgjigje. Në rrafshan të vapor, në gjitha të shveci. Përshkruaj Vesën me 3 fjalë që rimojnë. Je bukur, je mirë, je pak e vështirë. Mua më pëlqen shumë, je ëmbëlsirë. Nice. Thuaj emërim nëse djali yt do bëhet diss track kundër teje. Çfarë do I thoshe në refren? Se ja forgesën ta hodhi poshtë. Po forgesën. Shpirti babit më ke çudit që kur nuk e qef gjiz, po mos I bë babit dis, mos sill musi gjiz, bë. Lia me dëgjove more. Kur të vi Lia me kundërpërgjigje, kam diçka për t'i thënë. Vazhdojmë. Mirë, thuaj emërim, përse publiku duhet të dojë ty dhe jo reperët e tjerë? Okay. Kjo është me thonë me zor. Jo me zor. Me rim. Se më vjen vetëm ajo, nuk më vjen në rim faktikisht, unë nuk jam më I miri, por më të mirë s'keni parë. Po kur është? Shumë edhe nëse nuk më pëlqen mua atëherë ti je. Ka dona, Thuaj emërim kur nuk ke frymëzim për tekst, çfarë të ndihmon? Kur nuk kam frymëzim për tekst, më ndihmon vetëm seks. Vetëm seks. Ky paska dash atë rubrikën. Vazhdoj me Dea. Ngela te kjo që seksi është pretekst për tekstin. Thuaj emërim. Pa edhe kjo është këngë top 50, kjo seks vetëm seks. Nëse do të bëje një këngë për moderatoren e radios, si do fillonte ajo? Thuaj emërim. Për Top Albania Radio gjithmonë flasim. Për një moderatore në Top Albania Radio, nëse do I bëje një këngë, si do fillonte ajo? Për shembull, ne kur flasim bashkë më thot mua gjithmonë, "O ju bota ku je?" O ju bota, po ti mund të këndoj atë këngën, "Moj biondin me sytë e zi." Me që fam pak jeshil. Okej. Më falë, po, kam qenë 2004. Jemi kemi edhe familje të lejuar. Thuaj emërim, çfarë thua kur shen ndonjë koment negativ? Për veten apo për Okej. Nuk e di a do maj mo, nuk e di si ka harxhu kohë. Komento kaq keq. Po komento kaq keq, po herë tjetër mos më komento. Nuk kam ne. Dhe e fundi. Prit se kam një të veçantë. Po, thuaj emërim, nuk e di nëse Vesa bëhet xheloze. Kjo marrëdhënia me disa artistëve gjithmonë më ngre pikpyetje që a bëhen xheloz për njëri tjetrin në momentin që vjen dikush, një fan se ka shumë komplimenta për të bërë të tjerë. Në rast se Vesa do ishte xheloze, çfarë do t'i thojë emërim që ta qetësoje në një moment që na kap xhelozia si çdo femër? I sekonda, nëse këtu I bje me dalë unë keq, nëse do ishte Zemër të lutem mos u shqetëso, sa ajo vetëm puthi s'mboni asgjë. Shpëtoj. Si ka bë asgjë, vetëm e ka puthi çik. Te faqja. Dhe e fundit, thuaj emërim, pse Big Basta s'plaket kurr? Pse Big Basta s'plaket kurr, sepse gjithmonë do jetë po I njëjti burr. Herë me flokë, herë pa flokë. Unë gjithmonë do jem këtu, okay. Okej, super. Ishte me ne në radio Big Basta në programin Ndryshe që jam e sigurt që do kthehesh prap, edhe do rim prap edhe më gjatë, edhe kur të kesh çfarë lloj projekti apo plani të kesh na thuaj edhe jemi. Okej, a mund t'i bëj vetëm një thirrje këtyre artistëve të ri, sidomos këtyre që kanë qef futen në hip hop, shumë shpejt do bëhet një event me freestyle, edhe ju lutem që të aplikojnë para se të mbyllen aplikimet, sepse për herë të parë në Shqipëri do jetë
freestyle battles. E kisha një pyetje me freestyle, po m'hiku. Sa bukur. Deri tani freestyle po bënim. Deri tani freestyle. Jo, e kisha pikërisht për këtë, pse mungon një event për freestyle edhe një organizim i tillë. Do vi. Po e bën gjithë vetë apo? Jo, nuk po e bëj vetë, normalisht po e bën një, domethënë një kompani e cila po e bën këtë eventin. Edhe mund të them vetëm emrin e eventit që quhet Palim Fjalësh, Pasim Fjalësh, më fal, sepse Palim Fjalësh është në Kosovë, unë edhe bën Pasim Fjalësh, edhe i ftoj të gjithë që të marrin pjesë. Faleminderit shumë që ishe me ne. Çfarë plani ka next ardhmen të afërt? Ku do një këngë tjetër, një bakim? Kam disa këngë të reja, por kam edhe plane, pse jo, në një rikthim televizion. Po ajo çfarë më mungon tani është një udhtim i freskët. Pra në Zelandë? Ja, në Europë, tani në Europë. Për festa, për shembull? Për festa, kënaqem. Okej, do i kalosh në udhtim apo në Shqipëri festat? Do t'i kaloj në udhtim. Në udhtim. Faleminderit shumë Big që ishe me ne. Thank you. E përcjellim Big Busters dhe vetëm pas orës 19 do jemi me Arsi Bakun, e cila ka fituar festivalin e këngës në Kosovë. Mos u largoni nga Ndryshe. Ky është programi Ndryshe, ne jemi live, gjithashtu live edhe në kanalin numër 10 në digital. Është momenti për të falendëruar një tjetër mbështetës të këtij programi që është Flor Pharma. Unë i them shtëpia farmaceutike më serioze në vend, e cila prej disa muajsh na shoqëron në program, po edhe në shëndet do thoja unë, sepse familjarisht e deja unë jam duke përdorur vitaminat fast and up të Flor Pharmas për vete, për bashortin edhe për djalin. Gjithashtu edhe larg qoftë, po në raste griprash apo dhimbje koke apo dhimbje menstruale, mjafton të përdorni Damadol, ibuprofenin e parë dhe i pishëm në format stick pack, pra patur nevojën e ujit të pishëm për ta shoqëruar me ujë, po vetëm në formën e stick pack mund të përdorni ibuprofenin, që i cili vjen edhe për moshën pediatrike, pra edhe për fëmijët tuaj, edhe në 400 mg, edhe në 600 mg, pastaj që jepet me recetën e mjekut. Nëse shihni logon Flor Pharma apo nëse doni më shumë informacion rreth Flor Pharmës, mjafton ta ndiqni në Instagram, aty pasere ka edhe konsulta, edhe vizita me mjekët përkatës dhe ju njiheni për çdo gjë që keni nevojë. Flor Pharma. Tani jemi në pjesën e dytë, edhe në këtë pjesë të dytë do të ftojmë një këngëtare shumë të mirë, do thoja unë, një artiste shumë të kompletuar, një artiste cilës i mungonte vetëm ky çmim i parë që mori në festivalin e fundvitit në Kosovë, dhe ajo është Arsi Bako. E dashur, patjetër me duar trokitje. Arsi unë e takoj për herë të parë, kam përshtypjen edhe ti e Dea. Mirë se erdhe, por kam dëgjuar gjatë gjithë ditës sot këngë të tuat në YouTube. Si ato pjesëmarrëse në kompeticione muzikore, po mund të ulesh, ratohesh, ashtu edhe covera që ti ke realizuar. Arsi, së pari urime për këtë çmim të parë që nuk e di si erdhi tek ti. Shumë faleminderit, ka ardhur shumë i papritur. Domethënë, jo shumë i papritur. Vendosi dhe kufje, se dëgjon edhe më mirë. Okej. Ka ardhur i papritur tek unë, duke qenë se shkon në një vend të huaj edhe nuk pret të kesh këtë mbështetje që unë pata. Ndoshta edhe pritet, sepse Shqipëria dhe Kosova janë shumë të lidhura bashkë patjetër. Po, duke qenë se jam dhe artiste e re dhe nuk është se njihesha më parë në Kosovë, edhe në Shqipëri, sado njihem, prap nuk e kam arritur një audiencë shumë të gjerë. Për këtë do flasim në gjëre gjatë, edhe për pjesëmarrjet e tua, si këtej si janë ndeshje tek e fundit një jemi, po edhe për këtë vlerësimin që thua, shkova për herë të parë në një skenë që është jashtë Shqipërisë edhe rëmbeve çmimin e parë. Do doja ta ndaja këtë moment për dëgjuesit edhe shikuesit e Top Albania Radio. Është momenti kur në festivalin e fundvitit në Radio Televizionin e Kosovës, Arsi Bako merr trofeun e vendit të parë. Tani ti i bie të përfaqësosh Kosovën në Eurovision. Kosova nuk është akoma e futur në Eurovision, po në parim po flitej me sa pash edhe në rrjet. Nuk e di. Nuk e di? Apo di diçka dhe se thua? Jo, nuk di gjë. Të konfirmuar nuk di gjë. Di që ka llafe, por edhe unë këto pash fjalët që qarkullonin tani që a vërtet do ta përfaqësoj Arsi, a do shkoj Kosova në Eurovision për herë të parë dhe a do të jetë Arsi ajo që do ta përfaqësoj, dhe kjo është ajo që të pyes. Me sa di unë nuk është konfirmuar aplikimi i Kosovës akoma ende për në Eurovision, kështu që asgjë nuk është e sigurt. Asgjë nuk është e sigurt, po ti do shkoje me qejf madh. Patjetër. Ne kemi gati atë momentin kur Arsi rëmben çmimin e parë. Po më thoje që e prisje?
Nuk e prisje? Derisa shkova në Kosovë, nuk e prisja. Isha shumë e lumtur me këngën, më pëlqente shumë, më ngjiste. E kam përvetësuar, e bëra timen, gjatë gjithë procesit kam qenë bashkë me Gjergjin duke punuar këngën, pra isha shumë e përfshirë. Ama nuk mendoja që mbase do perceptohej siç duhet nga publiku i gjerë, apo nuk mendoja që do kishte këtë pëlqyeshmëri që pati. Po sa vajta në Kosovë për provat e para, kam parë reagime, domethënë që filluan të më ngritnin pritshmëritë nga të gjithë pjesëtarët e stafit, nga banda, nga orkestra. Të gjithë thonin na ka pëlqyer shumë kënga jote, thash prit një herë, më duket se paska. Ndoshta kam një mundësi. Ja ta shohim këtë moment, ja ta shohim. Aty fix. Me grive tani Xhato pas ke qenë aty, pas ke gjurë të fatit. Okej, Arsi. Ka qenë një garë e vështirë, po lexoja në komente edhe në rrjet, po edhe nga kritikët të artit. Ka qenë një festival i bukur gjithashtu me të ftuar specialisht Elvana Gjata, ishte John Tuna, ishte John Tears, Eneda Tarifa. Ka qenë një festival me goxha emra të rëndësishëm që kanë përshëndet, po edhe me si ka qenë gara, dua të pyes ty. Me thënë të drejtën, gara nuk është ndjerë dhaj shumë. Nuk është ndjerë flas në anën armiqësore të garës. Është ndjerë konkurenca mes neve artistëve pjesëmarrës, po ishte një ndjesi shumë e bukur. Domethënë ishte një konkurrencë që thjesht të shtynte të doja të performoje më mirë. Jo se donim që, domethënë, dikush të dilte më keq, po. Okay. Të gjithë zërat të mrekullueshëm, performanca shumë të mira, performanca shumë të bukura, gjithë i kishin kushtuar rëndësi veshjes së tyre në një mënyrë, nuk e di, nuk e mbaj mend tamam si ka qenë 2 vitet më përpara, por këtë vit më ka lënë shumë impresion që të gjithë ishin shumë të përgatitur. Kishte ata që kishin nga një veshje ndryshe për secilin natë, pra ishin përkushtuar siç duhet. Kësaj pjesëmarrje. 2 vite më përpara ne kemi patur të ftuar La Fazani, ka qenë fituesi i festivalit të Kosovës. Edhe duket sikur e bëm kështu si tradita tani që i fituesi vjen i ftuar. Do të shkëputemi për pak sekonda publicitet dhe vazhdojmë të flasim me Arsin se këtu do jemi deri në orën 20, mos u largoni. Dhe kënga që dëgjuam është Prit nga Arsi Bako, Top Awards e këtij viti. Kam përshtypjen disa javë pak muaj më përpara. Nga një klasifikim kaq i rëndësishëm si Top Awards, që besojmë dhe aty është luftë e madhe për të qenë pjesë, në kuptimin e këngëve që kalojnë për disa sita syresh, veshësh për të qenë pjesë e klasifikimit, dhe pastaj në një skenë të madhe të bukur si ajo që të pam edhe që rëmbeve çmimin e parë. A është ky viti yti, Arsi, më i suksesshëm në muzikë? Patjetër që po, nuk besoj që ka një nivel më të lartë se të marrësh çmimin e parë në një festival, sidomos atij niveli siç është ai i Kosovës, që deri diku nga rëndësia për ngjit me atë tonin këtu në Shqipëri. Kështu që mund të themi që deri tani është viti im më i mirë për sa i përket karrierës muzikore. Si e zgjodhe festivali në Kosovë? Se është, domethënë, është edhe shtys për artistë të rinj që duan të provojnë diku tjetër, të ndoshta restriktohemi dhe limitojmë veten vetëm tek festivali këtu, pra pse zgjodhe? Faktikisht ka qenë propozim nga Gjergj Kaçinari, që e falenderoj shumë për këngën që krijoi për mua. Ka qenë bisedë para shumë muajsh dhe po diskutonim, donin të bënim një bashkëpunim dhe llafira direkte për tek festivali i Kosovës. Ishte, domethënë, fakti që edhe ata kanë nisur me këtë festival, është viti i tretë që ata bëjnë, edicioni i tretë, është një mundësi shumë e mirë, sepse janë pak skena që mund të preken, edhe nga artistët e rinj, po edhe nga artistët e mëdhenj, që kanë muzikën live, që kanë orkestrën, kështu që është një mundësi e jashtëzakonshme për gjithë. Dhe ne, domethënë, nuk dinim ku mund ta çonim një këngë, po Kosova ishte opsioni jon i parë me Gjergjin. Edhe është punuar për këtë këngë që në fillim bashkarisht kemi vendosur çfarë lloj rrymë do të kishte kënga, çfarë mesazhi do jepte, për çfarë do fliste. Edhe kemi jetur bashkë në këtë projekt. Mirë, ti thua që realizova një këngë me Gjergj Kaçinarin, edhe vendi i parë që menduam që do ta dërgonim këngën është në festivalin e fundvitit në Kosovë. Po pse jo në atë tonin këtu në Shqipëri? Sepse unë kisha një projekt për këtu në Shqipëri që nuk kaloi për zgjedhjen. Pra ti ke dërguar një këngë te festivali i fundvitit dhe nuk e ka kaluar për të qenë pjesë e këtij edicioni. Ama fiton një material tjetër i po të njëjtës këngëtare. Nuk bëj fjalë për të njëjtën këngë, për një këngë tjetër. E kuptoj. Po pse nuk u pranove? Në fakt
zakonisht nuk është se japin një arsye përse, po që këtë vit ka patur patjetër shumë kërkesë edhe tek festivali i fund vitit tu në Shqipëri, ndaj vlen për të menduar që ndoshta ka patur materiale më të mira, sepse asnjëherë nuk i di. Domethënë, sado që ne mendojmë që kënga jonë është më e mira dhe është punuar shumë fort për të gjithsesi dikush tjetër mund të bëjë diçka më të mirë, që kështu mund të jetë edhe veshi për zgjedhës që ka patur shije të tjera. Por unë jam shumë e kënaqur dhe material që kisha çuar aty. Gjithsesi ai nuk humbështë në xhepin tim për ta përdorur kur të dua. Gjithmonë, për ta përdorur për shembull për të realizuar një klip, për ta luajtur në radio, për ta sjellë. Po, pse jo edhe në një festival tjetër, nuk i diet kur. Okej. Tani për tu kthyer pas në kohë dhe jo shumë larg, se ti je një vajzë e re, edhe pse e ke nisur shumë më e re, 14-15 vjeç. Ai sa kam lexuar për bion tënde në festivalet e organizimet e shkollës nis, pastaj edhe më gjerë. Unë di që edhe në festivale të tjera në Shqipëri ti ke marrë pjesë nga 2-3 herë në secilin dhe dhe edhe nuk ka marrë një çmim si ky. Po çfarë mendon ti që të bën atje më të vlerësuar dhe këtu më pak? Për këtë kam një ide shumë të qartë. Është fakti që aty mungon dëshira e zjarrt për ta marrë atë çmimin e parë. Domethënë mungon ajo pika Eurovisionit. Pra nuk është se janë kaq të motivuar se do dalin në një skenë ndërkombëtare dhe gjërat bëhen, unë shpresoj dhe mendoj që më drejt, po me sa kam kuptuar janë bërë me drejtësi të gjitha përzgjedhjet e të gjitha çmimeve. Domethënë, s'ka patur hilera, nuk ka patur atë manin, do dal unë i pari dhe pik, do ta marr unë dhe pik dhe ta hashin me njëri tjetrin. Pikërisht tu qëndronte edhe ajo konkurenca e shëndetshme që ti përmende. Kështu që kjo është, domethënë, pra ti thua që këtu ngec pak ke fakti që të gjithë synojnë Eurovisionin edhe është luftë më e ashpër se sa atje që ende janë në këto aplikimet edhe në këtë pritjen për të futur në festivalin e këngës në Europë. Iden që po, ndoshta janë në mënyrë të drejtë për drejtë, po domosdoshmërisht ndodh kjo gjëra që secili, domethënë, të gjithë që futen në festival, unë personalisht gjithashtu kanë atë si sunim, është pika, nuk e di a mund të quhet më e larta e karrierës së një muzikanti apo të një artisti, po është një skenë që e ndërrojnë me mira për nesh dhe bëhet pak shkas për të nxitur edhe ka qenë ti e ke parë kur nuk i kanë marrë çmimet e para, ka patur reagime brava nga më katartika. Po. Edhe këtu në studio çfarë s'kan thënë, çfarë s'kan thënë. Po ti pse nuk shkon ti? Ja pra për të njëjtën arsye si Arsi, e kupton tani. Më pëlqen të mos jem ta bëj gjumë rat, mos më vinë i thoj mace, më gritin. Po në fakt atë ka mërzitur, atë kanë vrarë pa drejtësi që ndoshta të kanë ndodhur këtu në rastin tim, unë muzikën e kam për pasion, po kam marrë gjithashtu një rëndësi shumë të madhe. Unë njëkohësisht vazhdoj dhe shkollën për arkitekturë, që kështu si thua ardhmja ime është e zgjidhur. Nuk është se po varem nga muzika për jetën time, ndërkohë artistët të tjerë që ecin vetëm me muzikën dhe vetëm me artin e kuptoj pse kanë atë dëshirën që të jenë gjithmonë të parë dhe të shkojnë gjithmonë më lart se të tjerët apo të duken më mirë. Mirë zemra, po ndodh që të ardhmen që ne ndoshta e parashikojmë dhe kemi ndarë mendjen merr një kthes pastaj që jo, kam një pyetje shumë interesante për Arsin. Unë kam bërë të njëjtën zgjedhje etike, pra kam bërë një shkollim dhe për të patur mundësinë përveç se për të qenë e sigurt, po kjo është pyetja ime për ty. E ke zgjedhur arkitekturën për të qenë e sigurt që do kesh një outlet i cili do të ofrojë një ekonomi për të jetuar, apo sepse s'ke dashur të negociosh me llojin e muzikës që do të bësh, sepse momentin që ti muzikën e ke primare, do bësh edhe komerç, do bësh edhe diçka për të shitur, do bësh kompromise. Pra pse ke zgjedhur arkitekturën si plan edhe A dhe B, sigurt që muzika të jetë diçka tjetër? Në këtë rast është pak miksimi të dyja këtyreve. Domethënë nuk doja që të varja as anën financiare timen, as shijet e mia muzikore tek, domethënë, te kjo pasiguria që industria muzikore ka. Dhe arkitektura, tani un kam dorë për pikturë. Edhe ishte, domethënë, një sugjerim i babit tim faktikisht, që un në fillim nuk e mendova sa duhej, thash ashtu i kemi bërë gjithmonë edhe sugjerimet që na kanë ardhur nga prindrit, pastaj kemi thënë po që bëm mirë që i dëgjuam. Po. Dhe në fakt po ecën shumë mirë dhe unë shoh që kam prurje edhe për në arkitekturë. Po ka has pak vështirësi me menaxhimin e kohës, sepse është deg shumë impenjative që kërkon përkushtim, nuk e di, po aq sa muzika apo më shumë se muzika, po unë po mundojmë të mbaj dyja paralelisht dhe mendoj që po bëj një punë të mirë. Po që kjo është ideja që
unë nuk dua të varem nga të ardhurat që muzika do të më japi, që kështu për momentin kam të ardhurat vetëm nga muzika, kjo është një gjë shumë e mirë. Po në një të ardhmen, mbase unë mendoj që do kesh gjithmonë të ardhura shumë të mira nga muzika, se je, si më thënë, atë shpërthimin tënd edhe gjëra më të bukura do të presin. E urojmë me gjithë zemër të ndodhi kështu. Për të kthyer tek festivali i këngës fundvitit në Kosovë, a kishte emra të tjerë të rëndësishëm, emra të njohur, të afirmuar të muzikës, apo ishin shumë të rinj, me një garë fort mes të rinjve që sigurisht jeni super talentuar? Për të folur për proporcione, anonin pak më shumë nga të rinjt, do thosha. Po kishte edhe emra shumë të njohur, siç ishin Zuzi, Nita Latifi, edhe Florenta Brashi. Pastaj pjesa tjetër unë nuk i kisha dëgjuar më parë, me thënë të drejtën. Edhe aty zbulova dhe jam surprizuar nga sa shumë talente ka dhe sa shumë nuk njohim, sa shumë më shumë mund të ketë, po jemi pak audiencë e vështirë. Kam përshtypjen edhe Shqipëria dhe Kosova, domethënë. Çfarë do të thënë jemi audiencë e vështirë? Populli ynë ka një specifik këngë që duan t'i dëgjojnë dhe aty ndalojnë, domethënë duan atë 10 herë. 10 herë brenda muajit duan të dëgjojnë të njëjtën gjë nga artistë të ndryshëm. Edhe kjo është pak e çuditshme, po ka të bëjë edhe me faktin që nuk kemi një popullsi shumë e lartë, mendoj unë, sepse për shembull në Amerikë, në qoftë se unë do bëja një muzikë underground, apo që nuk është shumë e dëgjuar si zhanër, unë gjithsesi do kisha edhe grupimin e fansave specifik të asaj muzike, është e vërtet. Edhe në qoftë se në diferencë me pjesën tjetër të popullsisë do ishte një përqindje shumë e vogël, ai përqindje pra do të ishin 1000 veta ose ku diun për të bërë një koncert të madh për ta. Ndërsa tek ne mungon kjo mundësia që pse di si mund të ndryshoj, po thjesht jemi dhe pak mendje mbyllur, mendoj, ndaj zhanrave të reja dhe diçka e të re. Domethënë ka komente pafund, askush nuk e mban gojën kur del diçka e re, domethënë thjesht janë mësuar ende. E sheh si mision tëndin për ta ndryshuar këtë gjë apo e sheh thjesht si një barrierë? Nuk do thosha mision, thjesht unë, siç ti them para, unë nuk dua të bëj kompromisa me muzikën që unë dua të nxjerr, dhe dua të akoma nuk kam arritur tek vetja ime plotësisht në muzikën që unë po bëj. Edhe këtë kam si synim më shumë, që të nxjerr veten time. Ju pëlqen njerëz, është problem tjetër. Kam përshtimin që do vi dita që edhe këtu të krijon ato grupet më të vogla të dëgjuesve, po që të ketë akoma më shumë larmishmëri. Ne do të shkëputemi prapë për publicitet, dhe kur të kthehemi nga publiciteti dëgjojmë këngën fituese të Arsi Bako, ose folëm gjatë për këngën dhe kënga do transmetohet pas pak sekondash, dhe do vazhdojmë bisedën me Arsin edhe me Dean. Sot jemi kështu si bisedë gocash, si girl stuff, publicitet. Me thënë ti flet tani këtu dhe dukesh ajo goca kjo. Të zërin e ëmbël radiofonik. Gjire mo i luani për të te. E lëm për në skenë. Më jep çik refrenin, Ule bazën, ule. Hey, Monday, jam një hëndër vishë në nati më përrek. Më shë, më thëret, por unë shkoj larg. Unë jam kujtim, si një dritë me së mjekullës, shi më larg. Bravo! Bukur, ka një diferencë shumë të madhe midis njerëzve që dinë dhe nuk dinë të këndojnë live. Dhe një çmim parë jemi që për ne, Moris. Arsi të njohim pak më ndryshe. Unë thash që 15 vjeç je ngjit në skenë, edhe ke filluar me festivalet e çfarë kanë qenë Art Fest, Rin Fest, pastaj çfarë ndodhi me karrierën tënde? Si u ngjitën shkallët? Domethënë kam marrë 3 vite pjesë në Art Fest. Vitin e parë mora një çmim që ishte artiste debutuese, që e ndava faktikisht me një shoqen time që është Jessica, që e përshëndes. Jessica Pengili. Ah, okay. Po. Thash se Polo. Jo. Po edhe Jessica në përshëndetje shumë e mirë. Po. Pastaj vitin e dytë mora çmim të parë në festivalin Tirana Art Fest, gjë që më siguroi bursën për në shkollën time, që është Universiteti i New Yorkut, për arkitekturë. Dhe çdo gjë ka vajt vajm pas asaj. Unë direkt mbas gjimnazi arrita të marr pjesë në festivale si Kënga Magjike dhe pastaj në festivalin e fundvitit. Në fakt, vitin e parë që kam marr pjesë ka qenë tek të dyja njëkohësisht, që ka qenë pak ngarkesë për mua, po kanë qenë dy dalje shumë të mira që të dyja ato. Dhe pastaj, si thua, u futa pak brenda industrisë. Më shumë njerëz më njihnin.
sidomos brenda industrisë tonë, edhe kisha më shumë oferta për bashkëpunime, Bojken Lako ka qenë gjithmonë aty për mua, ishin hapat e parë, më ka mbështet pafundësisht, edhe e di që shumë mundësit mjat kanë ardhur prej tij. S'do e vija ndryshim me këtë potenciale dhe me rockun brenda te. Nuk ti je më shumë te pop rock te nuk e di akoma veten time ku qëndroj, po jam. Ku është mi ide? Më thuaj. Kur nuk e di ajo, duhet ta zbuloj vetë dhe pastaj do të e gjej unë. Mirë, po flasim pak për Arsin jashtë skenës, se në skenë i kuptuam evente të rëndësishme, pjesëmarrjen tënde edhe çmime. Si je ti jashtë skenës? Çfarë të bën të lumtur në përditshmërinë tënde? Mua më bën të lumtur të rri në krevat gjithë ditën. Jo, edhe shoh seriale. Është nga tani ka dhe shkollën edhe atë dhe ka lodhur të dyja, thotë dua të rri, dua të pushoj. Desha një ditë, po nuk e pata një ditë, se direkt nga Kosova erdha këtu, bëra detyrat, shkova në shkollë. Edhe pastaj erdhi në radio, s'ka pas kohë fare, s'ka pas. Po kritika si ka qenë me ty pas përfundimit të këtij kompeticioni? A e vlerëson ti? Nuk e di si të vinë komentet e unë kritika për veten time kisha natën e parë, sepse isha pak e pasigurt dhe nga emocioni dhe nga nervat thjesht kam lëvizur shumë në skenë, që ja humbi pak atë saktësinë anës vokale time. Nuk ishte keq, po kishte shumë më mirë që ishte nata e dytë dhe pastaj akoma më mirë nata e tretë, kështu që jam ndier shumë mirë me veten personalisht. Edhe nga ana vizuale, domethënë është menduar jo gjatë, po ideja ishte e qartë në kokën time dhe çdo gjë u krye shumë me sukses. A ke patur ti një moment në karrierën tënde që të ka ndryshuar mënyrën se si e sheh botën, jo vetëm botën e muzikës, botën në përgjithësi? Ka pas një moment kthese që thua, kjo më dha një sinjal që unë do sillem kështu, do jem kështu, do ngjitem aty këto. Faktikisht që në pjesëmarrjen e parë me këngën Më mbaj, që ishte tek kënga magjike, thjesht kam parë një reagim nga publiku që nuk e di. Më thënë gjithmonë kam kënduar edhe kam patur reagime pozitive nga njerëzit, po që do kisha nga një audiencë pak më e gjerë nuk e prisja. Dhe ka akoma njerëz që thonë, unë të mbaj mend nga ajo këngë aty dhe aty kam përshtypjen që ka qenë kthesa ime. Kam një pyetje, gjithmonë ndodh kur fiton një çmim të madh, pra është patjetër egzimi i madh që u vlerësove, por është ai hapi i dytë mbrapa që thua, okay, what's next? Bravo, si duhet të i kaloj unë këtë gjë? Ke arritur te kjo diskutim me veten? Aty jam akoma, nuk e kam zgjedhur. E pata që në momentin që mu tha emrin, domethënë u emocionova, fillova të qavo se më lodha veten dhe isha thënë. Po tani çfarë ndodhi? A është një moment i tmerrshëm se ju goca artiste mund të ma thoni mua i tmerrshëm. Domethënë i vështirë që ti ke fituar, ti je në kulmin e egzaltimit dhe në Andrea thotë këndoj edhe një herë këngë live dhe ty duket sikur. E kënova live-un me radhë kufja edhe kam kënduar shumë mirë. Shiko, është qef e di pse, sepse nëse deri në atë pikë e këndon me shumë vëmendje tek si po e këndon, aty e këndon vetëm si të vjen. Kuptoj. A beson ti në fat apo gjithmonë në përpjekje dhe në punë? Një përzierje të dyave përsëri, po që un kam fat shumë, po edhe punoj me thënë të drejtën. Përveç dali vetëm ja në festivale, un jam gjithkohon e angazhuar në performanca live, në për lokale të ndryshme apo nuk e di çfarë lloj eventi që mund të dali, domethënë e kam shumë qejf pjesën e muzikës. Çfarë sekreti kemi gocë për të ruajtur këtë energji, buzëqeshje, këtë mirësinë që na përsollen radio? Faleminderit shumë së pari. Nuk e di, thjesht nuk dua t'i prish qefin askujt, edhe nuk dua të më prishet qefi. Çfarë shenjë në horoskop? Jam binjakët. As nuk dua. Është kështu që edhe i bëj qefin njerëzve, edhe pres të ma bëjnë. Nuk e di. Çfarë rrymash këndon zakonisht në live? Po kam bërë edhe jazz, edhe rock, edhe pop. Po popullore. Popullore ja. Jo akoma. Kemi vajtur deri në një portokallë moj. Po ke shkuar në portokallë. Po deri aty një herë kam kënduar, po. Se dansma tani janë shtrirë në 4 stinë. Është një gjë që ta kërkojnë gjithmonë kur këndon live që ma këndo pak të. Si ndihesh kur të edhe është gjithmonë një këngë që ti nuk është se e di, domethënë ja un portokall fatkeqësisht, domethënë kam portokallë moj të ndalë. Okej, tani Po pra, ama tash e duan strofë, refren të plotë. E kupton? Ti duhet ja observirësh. Patur plot raste, madje edhe kur s'kam qenë duke kënduar, kanë thënë, "Ha, këndon ti, ha? Po ç'a këndon, ha? Po kështu këndon." Edhe un kam ngelur gjithmonë, "Jo, s'kam kaluar tek popullorja akoma." A jeti tip emocional apo e fshe mirë atë edhe nuk e lë të si më thën, të sundoj, kam vështirësi që jam emocionale. Për shembull, nuk u pranove këtë vit në festivalin e fundvitit, edhe kjo gjendja shumë të pengon për
për të bërë një hap tjetër apo? Me sa të drejtën e pata pak një lloj pezmatimi sepse isha lidhur shumë me atë këngën. Po e kalova shpejt sepse jeta vazhdon edhe vin mundësi më të mira. Po të pyet, kur nuk tu pranua kjo kënga, pse nuk shkove me këtë këngën tjetër që fitove? E kisha ishte ndarë secila për gjën e vet. Domethënë kjo këngë ishte dërguar. Ndërkohë secila ishte projektuar për festivalin, për festivalin specifik. Që kështu ishin të projektuara siç duhet. Edhe ndoshta më mirë sepse arrita të merrja një çmim të parë, ndërkohë nuk e dija, do kisha dalë njësoj, nuk besoj që do kisha dalë njësoj tek festivali jon. Që kështu nuk mërsiten fare, çdo gjë ndodh për një arsye, këtë besoj unë. Nga arsye sa i doli për më mirë në fund të ditës. A ke patur ti ndonjëherë frikë nga dështimet? Jo, madje më ndodh shpesh dështime. Unë nuk kam frikë edhe kur stonoj, domethënë, e di që jam e gabueshme, çdo njeri është i gabueshëm, nuk ka njeri perfekt, edhe nuk do të thotë që lëshohem dhe them, mos e s'ka gjë, le të dali si dali, por në momentin që s'kam dalë mirë, nuk është se do qaj për këtë gjë një javë të tërë. Thjesht do vazhdoj, do dalë më mirë te tjetra. Ne do shkojmë në publicitet, edhe do kthehemi pas pak me Arsin, se jemi gati drejt fundit, por do jemi prapë me Arsin, me Dean, me Elonën pas pak. Emrin e këngëtares famshëm që ti do doje të kishe bashkëpunim. Unë do me Bojkeni një bashkëpunim. Me Bojkeni. Po, me Bojkeni me Shpat Dedën. Okej. Kam fiksim edhe pse jo të me Vlashencatën, mendoj. Po të tre Tuna i zjo dhe o. Pa dashje. Kam një pyetje kështu pikante. Po ta ndjesh tani. Një pyetje pikante që e thon gjithmonë, për të qenë artist i vërtet, a duhet ta kesh një kështu si biçim drase mangu? Po, patjetër. Është e nevojshme. Ai është sekreti, është sekreti. Sa më mirë. Me cilin personazh famshëm do doje të mbetesh e mbyllur në ashensor për 1 orë? Wow. Me këto të tre. Wow. Nuk e di. Wow, çfarë? Gjallës e vdekur, po ta shtojmë listën. Michael Jackson, kod për çef. Do bëni muhabet muzikë. Cila është fjala që përdor më shpesh gjatë ditës? Faleminderit. Ose më fal. Këto dyja, po. Është vajza e bukur. Në fakt më shumë të gjithë që më njohin do thonin tani më fal. Do bërtisnin më fal. Unë më fal se të ndërpreva, se thash dhe më fal, po i them gjithmonë e kam pasur vetë në tip që kërkoja falje për gjëra rëndom. Më fal, po e kam pasur erdha nga jashtë, gjastë me shumë e kulturuar. Dhe nuk e di ku e pash një film dhe më është ngulitur dhe ja them kujtdo që e ka këtë edukatën shumë të madhe, sidomos këtu se e shoh që nuk e hasim aq shumë rëndom. I them mos kërko falje për një gjë që si e fajtor, vetëm po është diçka big, pra diçka që vërtet më fal. Unë e bëra këtë gjë dhe e prisha dhe mos e bëj se po ta shohësh, askush nuk e bën. Jo, nuk e bën. Komplimenta të bëjnë shumë? Po, më bëjnë. Mjaftueshëm sa të ndjem shumë. Po më i çuditshmi që të kanë bërë ndonjëherë. Për kompliment? Nuk e di, vetullat mi kanë shumë qef, po nuk është i çuditshëm si kompliment. Po në fakt është i çik. Nuk e di, se ke shumë gjëra tjera. E shumë je vajzë kompletuar. Po ideja. Kur je dashuruar. Pra, po ta pyesim njëra, je e dashuruar? A je dashuruar? Ja. Nuk jam fatkeqësisht. Do doja shumë sepse është një ndjesi shumë e bukur, po nuk jam. Edhe s'kam qenë. S'ke qenë kur? Jo. Je sigur që s'ke qenë kur? Tash më aq sa di unë për dashurinë. Ma elaboro pak të, s'kam qenë kur e dashuruar. Jo sot ai. Nuk e di, nuk kam dirë ndonjëherë aq shumë për një person specifik, edhe Okay. Nuk jam shprehur, as nuk më është, nuk e di. E kuptoj. Mendon se nëse në këtë momentin që do e takoje këtë personin me cilin do bie në dashuri, do të afektonte më mirë në artin tënd apo më keq? Kam përshtypjen që më keq se do konfuzohesha pak më shumë se ç'duhet, edhe kam idenë që unë do investohesha shumë. Në qoftë se do të bie në dashuri që kështu më mirë. Ndoshta do të merrte pak kohë nga këto gjërat, kështu që. Arsi sa vjeç je? 21. Okej. Një ideja tash. Goca është tash në karrierë, do ditë merret me. Dhe shumë mirë që është në karrierë, po i pas ka shpëtuar asaj dashurisë 16 vjeçare që ka lënë gjithë rëndom. Ja dola. Ej, që ky dhe s'ka tjetër. Dhe që vin 16. Jo, nuk kemi ne ato, po flas kështu në përgjithësi. Okej, po.
Çfarë ka tjetër për ty? Ku do të shohim pas kësaj skene të bukur që rëmbeve çmimin e parë? Nuk e di, ka një këngë, një album, një bashkëpunim. Më kanë thënë diçka kam dëgjuar, që do ta shohim më shpejt se ç'mendojmë. Ku? Se ditë na e thot Arsi. Për shembull, javën tjetër, jo, si bie, këtë të dielë në Portokalli. Do jesh në Portokalli? Po. Ua, sa bukur. Dhe me qëra fjala, biletat e Portokallis janë ende në shitje, por e di si zhduken për një herë, kështu që nxitoni t'i blini ose online, ose duke shkuar në Kashar aty tek sporteli për t'i blerë, po edhe këtu tek stadiumi Air Albania ka bileta, dhe përveç se humorit fantastik që ka ajo skenda i spektakël, është edhe Arsi që çfarë do këndosh ti aty? Këngën që fitove. Një. Po, këtë e kemi shënuar. 2 nuk e di. Surpriza këto tjera. Nuk e di. Do të pëlqente të ishe pjesë e një programi jo veç një herë e ftuar tipet Portokalli, po ti jesh, si më thën, si quhen? Këngëtarja e bandës, besoj, vetëm presidente. Nuk e di, televizioni është pak shumë impenjativ për mua, mendoj, duke qenë se kam dhe shkollën njëkohësisht. Kështu që më mirë i kam qef këto daljet një herë këtu, një herë aty, edhe pastaj pak pushim, pastaj dalje prap. Kështu që si të vinë, nuk e kam problem. Çmimi i parë sa lek të dhuroj? Një medaljon, kështu që Medaljoni. Shikoj, mjafton një medaljon. Unë të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Edhe do doja sigurisht që të kthehesh sërish. O nuk kam pyetur, reality show ti ke me qef, me dëshirë? Me pikpyetje i kam. Me pikpyetje. Unë mendoj që nëse e fusim në Big Brother do bjerë në dashuri aty brenda. Edhe do ta shohim dashurinë e saj të parë aty brenda. Kam shumë qef ta shoh Arsin në Big Brother. Domethënë me pak kjo mund të vinë në Big Brother. O e vlerë. Uroj shumë që t'jesh edhe më prezente në skenë, në televizion, në reality show, në muzikë, në radio, në klasifikime, se je një vajzë që i meriton. Na dhe energji shumë të mirë sot. Apo jo Tea? Unë kënaqja, ishte tamam biseda ngrohtë mes gocave dhe artistëve të mirëfillta, që sot kishim 2 dhe ishte shumë kënaqësi edhe për mua. Faleminderit që nuk më mori malli fare për Salsanon. Fare, dëgjove Salsan. Fare. Ti me Salsanon do shihesh në fundjavë në Portokalli, ne jemi këtu në radio për çdo ditë gati. Faleminderit ju që na dëgjoni gjithmonë dhe jeni besnikët tanë si në radio, edhe tashmë në televizion në kanalin numër 10. Kemi qenë në televizion gjithkohën. Wow. Miru pafshim, mirë dëgjofshim. Tash s'dim, mirë dëgjofshim, mirë pafshim. Mirë dëgjofshim, mirë pafshim. Ciao.